Se nuk ka të vramë vetëm nga LDK-ja. Për shkak unë kom shumë vramë pas lufte, përfshi edhe vllamë, e në verin. E kom pas luftare, njerëz zotë. E kom një listë shumë gjatë, realisht, mbi 100 luftare, ushtarë, zotë duka gjinë, jënë vra pas lufte. Po nuk mendoj se ka qenë dita e duhur, munda. Zotëri Haradinaj, nuk e kom pas kohë gjatë në studion e emisionit Debat Plus. Do dëshiroja të di për fjalën përfundimtare që u tha në gjykatën speciale. Si e ke pa, duke e pas parasysh që ke një përvojë me tribunalet ndërkombëtare? Ajo që kam bet, pa përgjigje, më besoj është cili o standardi, a ka standard prova në këtë gjykatë. Pra, këtu është një problem serios. Pse po e thëmë te? Standardi prova, për shumë, standardi që denu Qali edhe Pjetër Shala, pak që di, nuk e dim fort kriteri i vlerësimit. Nga jo që po shohim na, pra, është absurde kërkesha e prokurisë, ose pretendimi i prokurisë për ato krime, për ato akuza edhe për vjetë, për dënim. Pra, nga përshtypja ime, pra nëse standardi i prova është i logjikshëm, ta njerëz vinë shpe. Pra, nëse standardi, kriteri që zhvlerësohen provat në gjykatë, është qaj që ishtë dash me konë, ati që është një logjik e ligjit e drejtësisë, ta njerëz ishtë dash marrë në shpe. Në bindja ime është. Zotëri Haradinaj, ndërkohë të ndërmarrja për bashkët kriminale, prokurori e heqi komandantin e përgjithshëm të asaj periudhe kohore, duke ju referuar që nuk ka pas përgjithësi sepse këta janë mbledh bashkë për me dëmtu dikënd dhe atë e në tërheqi. është zërë me ishtu në... Po flasë për besim zyrakin. është zërë me ishtu në pjesë, në detaje, por gjykatët ndërkombëtare që e kanë trajtuar më herë krimet e supozume nga UÇK-ja, si në rastin teme të Lahise, të Idrisi, si në rastin e Fatmirit, Haradinit, e aty në tjerëve i Shakut, kush ka qenë, nuk kanë gjetë vepër ose të kualifikuar që organizate për bashkët kriminale. Nuk ka akuzë të pastrimit të nek, ose të krime kundër njerëzimit për UÇK-n. Pra, nuk është gjetë as vija komanduse për krime, as organizata për bashkët kriminale, dhe s'ka akuzat tilla. Deri tash, ndonjë dënim është dhënë për vepra individuale. Pra, se dikush e ka dhënë shuplakës, ato po. Por asnjëherë, në asnjë proces gjyqësor, prej pas luftës, e që ka ndodhur me qindra realisht, procesi gjyqësor nuk është gjetë organizata për bashkë kriminale, qëllimi i organizatës, organizata ekziston për qëllim me bërë krime, nuk është gjetë e hierarkia UÇK-s me bërë krime, pra që ka funksionu hierarkia me bërë krime, dhe nuk ka akuzat e pastrimit të nek, krime kundër njerëzimit nuk janë konstatuar deri sot, nuk janë gjetur. Dhe Kuvendi i Kosovës nxjerri një rezolut. Një rezolut për çka nuk e mori mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zotëri Haradinaj, mos unifikim apo si e keni parë këtë gjë? Është që edhe të shteshtu një klauzol për vrasjet e pas luftës, unë prapë e kisha votuar. Tash LDK-ja realisht e ka ngritë zonin vazhdimisht për një numër të vrasjeve politike, po edhe ata po i ndajnë. Se nuk ka të vramë vetëm nga LDK-ja, për shkak unë kam shumë vramë pas lufte, përfshi edhe vllamë, e në verin. E kom pas luftare, njerëz zotë, e kom një listë shumë gjatë realisht, mbi 100 luftare, ushtarë, zotë duka gjinë, jënë vra pas lufte, në mënyrë të pasharume. Edhe çdo herë kem prit për drejtësi do t'i gjojnë, edhe kjo vrasjet e pas luftës nuk janë ekskluzivitet, vetëm i LDK-s. Jo veç LDK-ja e ka drejtën ekskluzive ose morale me kërkues bardhen. Ajo është kërkesë një vende, një popullin, ato dojmë ditë kush kone ka vrarë, pse na kanë vrarë pas lufte, ose që ka ndodhur, ajo është e interes, por nuk mendoj se ka qenë dita e duhur, munda, momenti munda, fra, po të kisha pas kohë, kisha honor, nëri, përgatit e ju një rezolutë sot a nesër, edhe unë jo votoj. Unë du më zbarë që ka ndodhur në Kosovë, pra, po du me i tregu, unë kur se kom bërë shumë temë, se nuk kem deshmi përqa popullin, me presidentin në kova, e kemi sharu po ashtu, unë kom bi 100 njerëz të vramë pas lufte. E njerëz zotë, jam zotë për shembull. Që mund të kualifikon si vrasje politike? Prit një sekund. Nuk është Avnia Lezhi
ma pak vlerë se kushdo që o vra tjetër pas lufte. Avni Elezi është njeri që ka vra Shalipurin. Shalipuri o konë kriminal që ka bo masakra të ndyta, që ju ka bo aja ti popli, e din popli anej. Avni Elezi e ka vra. Avni Elezi o vra në pej njërët misteshme dhe baba i ti, Ismail Elezi.